Mësuam pak më herët se për shkak se ka një ndeshje të vllaznisë sonte për kampionatin, do të kishte një ndërprerje të numërimit në orën 20 nga komisionerët në mënyrë që demokratë dhe socialistë shkojnë të bëjnë tifo për vllazninë së bashku. Si qëndron kjo? Marrë të vendim grupet e numërimit të KZAZ-s numër 2 dhe grupet e numërimit të KZAZ-s numër 4, po me njërë sa po ky vendimi i grupeve të numërimit u bë publik, ata janë telefonuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe janë urdhëruar që në mënyrë kategorike dhe për asnjë arsye nuk do ta ndërpresin procesin e numërimit. Unë jam në një nga këto KZAZ që antarët e grupeve të numërimit të gjitha partive kishin rënë konsensus për të ndjekur ndeshjen e vllaznisë në një ndeshje shumë të rëndësishme për ta, për sa kohë, për mbi 20 vite vllaznia nuk e ka prekur për më shumë se 20 vite nuk e ka prekur pikërisht fitoren e kampionatit, titullin kampion. Fitoren e kampionatit edhe për një sër arsyesh për shkodranëve të tifozët e vllaznisë, kjo ndeshja e sotme me Ignatien është shumë e rëndësishme. Mbasi janë telefonuar nga antarët të KGZ-s, ata vazhdojnë procesin e numërimit, edhe siç po ecën me këto ritme procesi i numërimit, edhe po afrohet gjithashtu dhe ora 20 drejt ndeshjes si do të mbahet në Tiranë. Disa në rrugën e Shkodrës un kam parë mbështetës të vllaznisë të cilët po ustojnë dhe po shkojnë në vende që kanë lënë takim për ta ndjekur së bashku këtë ndeshje përmes mediave, ndërkohë ne do të shohim se çfarë qëndrimi do të mbajnë mbas një vendimi për ta ndjekur dhe ata numëruesit e KZAZ-s numër 2 dhe numëruesit e KZAZ-s numër 4 dhe sidomos mbas telefonatës që ata kanë marrë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që u thotë se duhet të vazhdojnë procesin e numërimit. Kjo do të kuptohet për pak minuta. Sidoqoftë ajo që është e kuptueshme tani më është se në të 7 tavullinat e KZAZ-s numër 2 e po ashtu edhe në KZAZ numër 4 që kishin folur dhe kishin vendosur me njëri tjetrin që ta ndërprisin procesi i numërimit për ndjekur ndeshjen, vazhdon procesi i numërimit. Do të shohim nëse ata do të jenë vendosur deri në fund dhe do të ndjekin pikërisht detyrën që u cakton në ligj për të vazhduar procesin e numërimit, apo ndoshta mund të lodhen, apo mund të kenë nevojë për një pauzë të shkurtër, edhe natyrisht për ta shfrytzuar edhe këtë pauzë pushimi për të hedhur një sy edhe nga mediat e të përshtatshme skuadra e zemrës. Ajo që mbetet e sigurt mbas asaj është që futbolli triumfon mbi zgjedhjet, ajo i bashkoi të gjithë në konsensus edhe se kjo nuk shkon. Kjo ishte vërtet shumë e rëndësishme, e përveç qetësisë se si u shoqërua procesi i votimeve në Shkodër, pikërisht ky konsensusi që është për tej edhe për mbi politikën i numëruesve të çdo krau që janë në tavolina dhe janë shumë vigjilent me njëri tjetrin për mënyrën se si numërojnë votat, se si është rregullsia e këtij procesi numërimi. Ata janë dakord një zëri që ne duhet të ndjekim pikërisht vllazninë e zemrës për të parë se do fitojë apo jo. Kjo dakordsi e tyre siç kuptohet u lëkund nga telefonata e KQZ-s, të shohim se kush do të fitojë tifozëria e tyre apo do të fitojë forca edhe përkushtimi dhe përgjegjësia ndaj detyrës për të numëruar votat e qytetarëve shqiptar që ditën e kaluar shkruan vullnetin e tyre dhe drejtuan kutive të votimit për parlamentare 2025. Për nga qarku i Shkodrës gjeneron dhe do të ul në parlament 11 deputet të ardhshëm, pra do të japë 11 mandate